Agjeron. Po, pej klasës 8 jam fillu. Janë për veti, kurse një vetën të lasme. Pej punën, shpeju hi punë me krejt. Edhe petë kam ku për gjithë shka të shpia që ka nevoj. Qëre, tash ma ka laj për bojmë të rejet në për restorant, apo ma mirën shpe, ma bereset li shpia. Shpia ka bereset, kur t'jela zikoj në një kafshat buk, zirë për iftar. Përshëndetje. Përshëndetje. Qështë kem? Mirë, hande. Qështë më kalen? Mirë, hande. Me të spënim? Mirë, shumë. Janë në prag të Ramazanit, gati në fund krejt. Agjeron. Po, Që sa vite? pej klasës 8 jam fillu, e deri me tani, tash e moshën 60 vjeçare. Mashallah. Edhe kur si ke ndërprej. Hande, kur heq. Përshkuj pak, që ka qenë ai Ramazani parë që e ke mbajtur si fëmi? Po se fëmi diqysh. Pak po apet isha e knasht ma të pantë. Se disha që isha pak se kur fëmija që nisi më lazërua. Pak me më nësiune. I presha pak ma me nëzitim iftarin. Po mirë. Po, Ramazani ma të shtirë që e ki pasur në jetën tënde kështu? Para ka 6 vjetë kërë ka që atëherë kua shumë në zajtë. Që atëherë, shumë. Po, kurse më prish, s'ka ndohë kur njërë. Heq, Në të kohë ke qenë punë? po, heq, si më dorëzu kur njërë. As nuk dorëzohem heq, pesh, dikur ka pojlu me Allah. Sa mirë, ku ka kësi njerës tamam me bindje. Normal. Antuan, ka ndryshim sot Ramazan me kohën e kaluar. Si ishe? Apo thrasëm njëri tjetër në për iftare, apo ftohemi? Po. Rregullisht gjithë herë kena të jenë, nuk kanë të jenë familjarës, njërë shumë. Në përgjithësi po flas. Nuk ka si ka qenë më herët. Po, tash pak ma ndryshe. S'po di, ma janë largu pak. S'po kanë ku në për punë. Se s'po kem ku për iftarja, qështë, si krejt. Ose disa në restorante kanë praktikuar shumë. A se vapin se në restorant si shpi kur t'i bën bukë dikujt, ku t'i përgatit. Ja, qëre, tash ma ka laj për bojmë të rejet në për restorant, apo ma mirën shpe, ma bereset li shpia. Shpia ka bereset, kur t'jela zikoj në një kafshat buk, zirë për iftar. Në Ramazan është se vapë. Shumica e burrat kanë balet në Ramazan. Gratë, gjithse janë me punë shumë, ata deri në iftar flenë, ndërsa gratë përgatisin bukë, bëjnë gati iftarin. Që shë këto? Janë për veti, kurse një vetën të lasme. Pej punën, shpeju hi punë me krejt. Edhe petë kam ku për gjithë shka të shpia që ka nevoj. A dhe monë bashorti fëmija, gjatë përgatitjes bukës? Po, bashorti, po nëna i ndërtimtari, edhe djali matë, po ajë si dje pej punë zakonisht gjithë herën e manë. Me shpasruve drejtë e unë këzhinë, po i kam e o 2 reja në shpe. S'jam keq mirë. Edhe ato përgatitin ma shpesh, shtash, se për para vetë krejti kam bërë. Më qenë pas kërë i ka të forë shumë. Po, ja. Antërgon kështu, fletë ato vetit e mirat mujtë Ramazanit. Po, shpo më nëmë. Qëfar, dhe më thënë, për juve, muaj Ramazanit, qëfar do me thënë një ka? Dhe me thënë shumë më, se në zakonisht krejt familja edhe falme. Familja ishtë krejt. Edhe kemi edhe një gjallë 4 vjetë edhe aja ka njësë bërë me nejtë. Si po në shë krejt dhe aj po vazhdojnë. Praktikoni 5 ko namaz? Po. Po, namaz dhe Allah edhe gjenë edhe mu lota që vogël. Interesant është. Shumë pak fëmijët i angazhojnë, disa prindë i dhimë se është i ri, mos ta mbanë Ramazanit, se lodhet, ka shumë prindë ashtu. A duhet? Ko, po të na, se di, aj si cilë ka për vete, zvo me një gjena me kërkan, aj nëse mundet për shamull, aje ka për vete, pse me tha s'mone anet me, kur mon, aje di vete në mon asma. Për shamull fëmijët tu. A i ke thënë që në kohën ka dalë kështu e ke zgjuar në syfyr, këto e ki praktiku që me agjeru prej fillimit? Jo. Bile unë jam kontë kondër të djali vogël, o ka i dëbë, gjithë ka najtë e dëbë,
Isha hajtë me mamë se nena se në komunë isha dhe, jo edhe kur se ka prish. Nëse 7 vjetë jenë, anë tash kur se ka prish. Ase madhe, ase vogle, ase na familjarisht me krejtë në nëjnë. Ato lutet mas shpeshta që tash në muajin e Ramazanit i boni ju. Për kanë janë, mas shumë ti, për kanë lutën. Më lutë për familje, të kemë shëndet, të jemë gjithmonë bashkë, mos më largu për njëri tjetër. Zë me thonë tash me nejtë gjitha afer, po me dosh njëri tjetër në gjithëherë, edhe për krejtë mirë, e për krejtë tjertë. Se familja është e shajtë. Vlerë ka familja për ju. Shumë po vlerë madhe, shumë. Unë besoj si për vetë, mënoj që ndashtë krejtë, se di. Për mu ka vlerë shumë familja. Ato po më të marrë koma që i agjerushëm, një mesazh gjitha grave, gjitha atyre familjeve që janë, domethënë agjerushëm, edhe një mesazh që ti kishe dashur m'ja dërgu. Jo fsha dhe shëru krejtë familjeve, një iftar të mirë, me kanë bashkë me familje, me thirë një tjetrin, mos mu harru me zveti, me thirë për iftar, edhe me shku kudo që ti e do natë një. Zoti, agjerim të letë, Faleminderit, ashtë edhe juve. e të pranushëm. Amen, inshallah. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë Të edhe urojmë atë juve. mirat. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Kalosh mirë, shumë faleminderit, na falë Allahile. Kalosh